tash me krahasu që që kanë bëna për oborët e veta. Edhe me një restorant, nuk ka rëndësi. Gjithë se ka nisë më këthy pak i trendi në kopsht të oborët, tavolina, dekore. Ajo shumë e mirë. Ajo është shumë e mirë, po... Ju i bani edhe këto organizime ajo këthy falë pandemisë, kur njerës normal nuk ishin mësua ashtu me festu me 50 persona, me 50 të ftuar, po tash edhe nëse e bën me 50 të ftuar, e bën një dekor tepër shtrejt. E merr një muzikë këndja do pika e qefit. Do me thonë prapë është ajo kostë, njëjtën si me bën një dasëm me 300 persona. Ama është shumë i mirë, mu çka më pëlqen dhe çka kisha dashur shumë me qef me këty është nata e dasmës. Se veç që ajo pak është ma mangi dhe që ajo duhet mu festu, mendoj që mrena kopshtit shtëpisë, me një obar, me një diçka e pate që shepate, pak ka rëndësi që është, po mendoj se aty nuk ka ftesa, do me thonë nuk thire saranda vetëm e burë, po saranda ka me shku me fëmijët me krejtë, se gjithmonë është ajo mendimi se është në barë dhe nuk e ngushtan. Po tash po jetojnë shumica në banesa, nashta kjo e ka vështirësuin. Po thamë nuk e di, me gjithë se shumica e restoraneve, sallave, po i kanë edhe kopshtet para sallës edhe mund të bëhet një natë e dasmës që po e thu. Mu më pëlqen kjo se kjo është shumë tradicionale dhe aty është ajo nata ku familjarët dhe krejt farefisi miren ma shumë me dhëndrin, se menoj që në restorant shumë pak miren me, Nusja veç pak me me ndru velen, do me thonë automatikisht bjen sy që nuk është, po dhëndri është pak se meshkujt janë qështë ma zbjen sy. Ina vëdë mu të fokusu pak ma shumë të dhëndri. Po se menoj që edhe ai duhet pak me